Në Bashkinë Has, aktualisht vetëm 2 shkolla janë të mbuluar me oficer sigurie në përputhje me numrin e lartë të nxënësve që ato institucione arsimore kanë. Pjesa tjetër e shkollave në këtë bashki nuk disponon ende këtë shërbim. Sipas Jetmir Çaushit, specialist tranzitore arsimore në Has, vendosja e oficerëve të sigurisë është bërë mbi bazën e kritereve të përcaktuara, ku njëri prej faktorëve kryesorë është numri i nxënësve në shkolla. Atëherë për sa i përket nismës Ministrisë së Arsimit në lidhje me pasjen e një roli tjetër shtesë në shkollat e oficerit të sigurisë, që më daljen e kësaj nisme, këtij udhëzimi, në shkollat tona në bazë të numrit të nxënësve, deri tani kemi 2 oficerë sigurie, njëri i vendosur pranë shkollës nëntëliçare Sejdi Dida Krum dhe tjetri oficer sigurie operon pranë gjimnazit Skënderbeu Krum. Çaushi thekson gjithashtu se prania e oficerëve të sigurisë është mirëpritur nga nxënësit dhe stafi mësimor, duke ndikuar në rritjen e vëmendjes për rregull dhe siguri në ambientet e shkollës. Por, mbas trajnimeve që kanë marrë në mënyrë të vazhduar oficerët e sigurisë, sigurisht edhe roli i tyre tashmë është i konsoliduar në shkolla. Edhe nxënësit, edhe mësuesit pothuajse e kanë mirëpritur këtë rol dhe mbështetja ka qenë në mënyrë të vazhduar edhe funksionimi deri tani ka qenë korrekt. Në të gjithë Bashkinë Has janë të regjistruar rreth 2056 nxënës në arsimin parauniversitar. Autoritetet arsimore bën të ditur se mbetet e rëndësishme vlerësimi i mundësive për zgjerimin e këtij shërbimi edhe në shkollat e tjera, në varësi të plotësimit të kritereve dhe nevojave që paraqiten në terren.